Edhe si kum kry punë, mendës prita mortë. E vazhdojnë intervistën mas iftari. Vesh të këshyrë ma pjën drasera. Na i fore, nej. Që dhe hoxhen legendar Fatmir Latifi, a.k.a. Mitrovica. Po din, po s'po din mja qëllu. Për këtë arsye ata janë tu gabu. E është koha për mu pëndu, Zoti ka përmtu, të gjithëve ka me na pranu. Kuri më konë gjollë na infrashëri, ma kish bon për hajrë. Bardhëzim të të poqë tash. O duk nësi iftar? Jetë pa lexim nuk ka. Murvesh? Ky hoxh me punën e tij është një ymmet në vete. Pa lexu nuk ka kurçë. Ja s'ka pa lexu sa. O qa më i me të pullë të balë njerë. Jo s'bana. Allah që përdi. Përse i përket atmosferës, normalisht është atmosferë imani, atmosferë ku neve na bashkon gjithve, sidomos tash gjatë muajit Ramazanit, edhe mundësi e mirë për neve edhe xhallarëve, po edhe vllaznive, do të thotë vëllezërve muslimanë xhamatlive të shohim njëri tjetrin, edhe normalisht kur ka vepra të tilla ne gëzojmë çdo herë, për shkak se është vepër e madhe, vepër e cila do të ashtu mund edhe sakrificë për me arrit deri këtu. E shpresojmë që inshallah Allahu t'i japë bereqet, edhe t'i japë mirësi me punë që i ban hoxha, edhe ju si staf që punon që angazhoni këtë aspekt. Është ndjenje mirë, tashmë u zhbo dhe tradit, është ndoshta për mu viti i 5 ose i 6 që marr pjesë. Unë e falenderoj shumë për shkak se jem mesin atyre cilët më kanë nderu çdo herë, duke qenë edhe avokat i tij. Kështu që është një ndjenje veçantë, duke pa figura të ndryshme, duke u taku me hoxhallar, me figura të ndryshme kombëtare dhe shoqërore, me kontribut që është një tonë po dhe në vende tjera, edhe është një mundësi e takimit në Ramazan këtë muaj të dalluar, ku edhe gjendja jonë shpirtërore edhe afërsia vllazërore është shumë më e madhe se sa në muaj tjerë. Që dhe hoxhen legendar Fatmir Latifi, a.k.a. Mitrovica. Respekt, agjerim të letë e të pranu. Falime, çfarë ndjenje është me konë në promovimin e hoxhës, shekh? Është një ndjesi me të vërtetë e papërshkrueshme. Unë i falenderoj Allahut Azza wa Jall që më ka mundsuar Allahu te baraka u taala doktor Shevçeti me njoft edhe para lufte në gjatë studimeve, edhe gjatë luftës, pastaj edhe pas ndërtimin e Kosovës me paqe, me siguri është njëri prej aktorëve, një ndër kryesorët e davetit në trojet e shqiptarisë që promovon vlerat e njerëzisë për të mirën e gjithë shqiptarisë. Zoti dhosht ymër e kuvet, edhe ja dhosht Allahu respektin dhe nderin në mënyrën më të mirë të mundshme qysh ajo meriton. Për rima, s'ka, Jo, unë mendoj që me siguri më konë gjollë na infrashëri, ma kish bon për hajrë. Hajde mesazh për trit. Për trit. Që s'po lexojnë. Trit që nuk po lexojnë, jam i bindur as Facebook s'din me shkru mirë. Për që ata me ditë me... E përse ata me status apo din? Po din, po s'po din mja qëllu. Për këtë arsye ata janë tu gabu. E është koha për mu pëndu, Zoti ka përmtu, të gjithëve ka me na pranu. Është nasi sepse edhe në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, të agjerimit, në mëshirën më të madhe të Zotit, edhe në provimin e këtij libri të doktor Shevçetit, është nasi e madhe, kënaqësi për Allahun inshallah. Inshallah suksese hoxhës, nderom profesorit, doktorit, anëtarët të jetë edhe më i bujshëm në librat e tij, në zbulimet e tij të reja. Ditë që i bjen me në zonë, do më thonë, Mironin azërushëm, pa disponim, pa qere. Qa do që e vetë, rafsh kete ko, po ju. Për kontrazi, bilen disponimin a ma shumë se ju e dini që qëtësot zbutet zemra kur jeni nushëm, kështu që me shumë ondje e këna prit, edhe peshijojna. Ashtë ndjenje bukur me unë të promovimi e hoxhës, e librave të hoxhës? Sigurisht që po. E kom prit me padorim edhe është iftari po që më shku musafir të kënë. Edhe si kom kry punë, mendës prita mortë. E vazhdojnë intervistën mas iftari. Vesh të këshyrë ma pjën drasera. Na i fore, nej. Ndjenje shumë e veçantë. Unë jam fans i doktor Shevçet Krasniqit, edhe e du, si hoxh, si njëri, ka virtyte të veçanta prej xhallarëve tjerë, edhe komplimentet më të mira për to. Azërushëm, po? Edhe për librat, elhamdulillah, pa dyshim që po. Shpesë më azërem. Veç për të ka dhe drejt bardhëzim të të poqë tash, se u afru koha. O duk nësi iftar? Gjysë bardh gjysë. Seriozisht është kënaqësi me qenë pjesë tonë, domethënë me këtë këta vllazni bashk, normalisht edhe në promovimin e librit të doktor Shevçet Krasniqit. Ndjenje mirë, faleminderit për ftesën, normalisht ndjenja është shumë mirë.
Çfarë mesazhi kisha dhënë Elinis që nuk lexojnë libra? Problemi i madh është, problemi i Një madh. mesazh kështu shumë të shkurtër, Problemi i madh është. Mesazh, sido që të vinë kohërat edhe sido që të evolojnë gjërat, libri mbetet, domethënë ka vlerën e vet. Ka vlerën e vet dhe është i pazaventësueshëm. Unë e di që është liftari i tretë ose i katërt që marr pjesë edhe që promovohen libra prej doktor Shefqet Krasniqit. Për me jetu duhet me lexu, jetë pa lexim nuk ka. Realisht këto iftarat tashmë tradicionale të Hoxhës Shefqet e kanë një veçori që nuk mund t'i gjesh në asnjë lloj iftari, për shkak se të gjitha trumbetimet që janë për bashkimin e trojeve, për bashkimin e fjalës një të shqiptarëve, për unifikimin e muslimanëve, për të gjitha ngjyrimet e mundshme që mund të kenë një të përbashkët të tyne, njohjen e Zotit, dashurinë, e fesë, adhurimin, Allahu xhalla xhelaluhu, e gjejnë musafirët e iftarit të Hoxhës Shefqet që tashmë në një farforme, nëse nuk ftohesh, e nin veten keq pse këtë radhë nuk je ftu e jo pse Hoxha nuk ka përgatitur ndonjë libër. Kjo është prej bereqeteve të Ramazanit, i cili na ka bashku këtu, një udhë dhe shumë punë. Si thot një fjalë populli që uji flan, Hoxha doktor Shefqeti nuk po flan. Kështu që po shqivet vetë puna, Allah ju shpërblet, është një klasi, është një nder, është një privilegj për mua që të jem këtu në këtë mëzgjes. Allah ju shpërblet. S'pende prej na Hoxhës se tani ti e din ç'a ndodh Hoxhë, ti na pesket apo? Mos u pesket. Dhe për fund Ojka. Hoxha Shefqet Krasniqi. Ç'është është ndjenja, domethënë, e kësaj note për promovimin e këtij libri, domethënë dyshe, vëllimi në dy historia pejgamberëve. Njeriu në pare në çdo vepër të mirë që ka mundësinë Zoti me plotësu gëzohet. Si për shembull kur plotësojmë ditë Ramazan gëzohemi që e plotësojmë ditë iftare. Kur e kryejmë Ramazanin gëzohemi që kryejmë në Ramazan. Kur e kryejmë haxhin gëzohemi që kryejmë haxhin. Edhe kështu me radhë, po edhe veprat, librat, kur arrim e kryejmë ndonjë libër, gëzohena shumë sigurisht. E pastaj kur është e libër se ka dalë prej shtypit, i bin se dhe Zotit të falënderoj Zotin që më mësoi Allahu dhe lësë Allah me na pranu. Hoxha, një mesazh për trit. Domethënë që kanë me këshir kjo histori që nuk lexojnë, pritojnë me lexu. Jo, pa lexu nuk ka kurrë. Ja s'ka pa lexu sa. Nuk do të thotë njëri më bësh shkencëtar me lexu. Pas pak me lexu për me njohë disa gjëra, me njohë vetveten. Nuk mundesh me njohë vetveten pa e njoftë dinin e Zotit, pa e njoftë burrat të mëdhej, pa e njoftë natyrën e kësaj feje. Nuk mundesh me njoftë as vetën tënde. Nuk mundesh. Libri është nuri, është dritë, ndriçon, të ngrit, të avancon, të pajis me vlera, të cilave shaharin për dynja dhe për ahiret. Andaj dohet pendes leximit nuk bën me ju nda. Nëse jo pendes leximit nuk bën me ju nda. Dohet me lexu spaku nga pak. Hoxha më i me të pullë në balë njerë. Jo s'bana. Allah që përgjë. Respekt. Ju përshëndesëm deri takimin e radhës.